Të drejtat e lirit themelore të njeriut zënë sot vendin kryesor të çdo kushtetutë moderne në botë. Por ajo që bie në sy është se krahas së drejtave e lirive civile, politike dhe ekonomike, rëndësi të veçantë po merret drejta e njeriut për një mjedis të pastër. Sot realizimi i kësaj të drejte po bëhet detyrë globale. Siç dihet, është bërë hap i madh përpara në konceptimin dhe realizimin e lirive civile, politike e ekonomike në të gjitha vendet e botës. Dhe progresi po vazhdon i monitoruar nga të gjitha organizatat e fuqishme si OKB-ja. Por shoqëria në tërësi është mbrapa në realizimin e të drejtës për një mjedis të pastër. Rreziku që vjen nga një mjedis i ndotur ose siç quhet bomba mjedisore ka të bëjë me të ardhmen e njerëzimit, me të ardhmen e planetit. Në këtë kuptim, betejë për një mjedis të pastër është së pari çështje mentaliteti, por edhe mundësish ekonomike e teknologjike. Siç merret me mend, në krye të këtij revolucioni ndodhen shoqëritë e industrializuara, të cilat ndotin edhe më shumë. Të tjerat janë më prapa. Është bërë punë e madhe në kontinentin tonë të Europës për eliminimin e gazave toksike në atmosferë, për grumbullimin, klasifikimin dhe riciklimin e mbetjeve urbane, për pastrimin dhe riciklimin e ujrave të zeza, për ruajtjen e botës bimore dhe shtazore. Vendet europiane nuk janë në të njëjtin stad të këtij revolucioni mjedisor. Vendet ish komuniste, ku përfshihet edhe vendi ynë, janë në fillimet e këtij revolucioni. Të gjithë duhet të mendojmë e të veprojmë pa humbur kohë në dy drejtime kryesore. 1. Së pari të ndërgjegjësohemi, të ndryshojmë mentalitetin e vjetër e të krijojmë një vizion modern. 2. Të kërkojmë të gjitha mundësitë në shoqëri, në institucione, brenda vendit, jashtë vendit e deri te çdo individ. BE-ja ka përcaktuar afate për çdo vend antar aspirant për të ndërtuar sisteme teknologjike, të cilat edhe kushtojnë për riciklimin e ujrave të zeza. Për këtë ndërmarrje, ka edhe fonde të cilat duhen gjurmuar e tërhequr krahas mundësive tona. Të gjithë sot janë në garë të nxitojnë të mos mbetemi prapa. Së shpejti, në Bashkinë e Divjakës, në bashkëpunim me Bankën Botërore, pritet të ndërtohet një nga sistemet më të fuqishme të riciklimit të ujrave të zeza. Ky projekt, i cili ka vlera kolosale, pritet të shërbejë banorëve të Divjakës, bregdetit të Divjakës dhe ekosistemeve të lagunës së Kravatat, duke ulur rrezikun e një ndotjeje të lartë. I just wanna dream. Yeah.